thonë pejgamberi alayhis salam la yadkhulul janna namam, nuk do të hyjë në xhenet ai që bën fjalë, do të thotë ai që bën thashë thome. Ja ka ndërprej, ka stopu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thujt falimentues këta persona. Çtu është shumë interesant për të ditë njerëz se çka po bëjmë, ani tani murujt. Murujt se çfarë po bëjmë. Është hadith i njohshëm ky që transmeton Enes ibn Malik, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Është hadith që janë thujt falimentuesit, kush janë falimentuesit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast po i thot sahabëve të tij, shokëve të tij, a dini kush janë falimentuesit? Ata i thonë ja Rasulullah, ai që s'ka pare dhe ai që s'ka do të thotë me ngrahur ose me pi pasuni përgjithësi. Tha jo, tha, nuk janë këta falimentues. Falimentues të vërtet ta janë ata që do të vinë në ditë gjykimit me namaz, me zeqat, me agjerim, me të gjitha punët e mira, me sadaka, me kret. Mirë po kanë shpif, kanë përgoju, kanë bo thashe thome, kanë ofendu, e kanë bo punë të tilla, tu mendu që s'po bëjnë gjunahe. E do t'i zhduken, thot, do t'i zhduket namazi, zeqati, kret, tu ja marr këta të cilët është përgoju për ta, është fol për ta. Këti ja marrin, do thot, kret namazet, ja marrin kret ato punët e mira që i ka bo, kret. Po nëse nuk mrin me shlyë borxhet, me këto punët e mira që i ka bo, atëherë gjunat atyne i ngarkohen këtij që ka përgoju. Ky ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është falimentues më i madh sepse ky kapet pastaj edhe hudhet zjarr.